My patient was complaining about knee pain in both sides for about 23 years. And the last 10 years she was almost unable to walk. We had performed bilateral knee arthroplasty last week, and in this week we had an intensive physiotherapy. After operation and a 1 week intensive physiotherapy, now she is able to walk painlessly and she is happy. We are happy. Pacientja jon shkurte Gjocaj është ka ankuar për dhimbje të gjyve mbi 23 vite. Pas operimit të dy gjyve me endoprotezë totale apo arthroplasti dhe një terapi fizikale intensive për një javë, ajo tani nuk ka dhimbje dhe ndihet shumë më mirë. Ne rekomandojmë edhe më tutje të vazhdojmë me terapi fizikale sipas protokollit rehabilitues dhe ju urojmë vetëm shëndet edhe jetë të gjatë. Faleminderit shumë për juve, edhe faleminderit shumë për doktor Evrenit. E kom gjetë doktorin e mrekullive, numër 1 në botë, i cili shumë ka ndihmu. Edhe ju gjithmonë ju sugjeroj, ju lutem mos nguroni, shkoni te ortomedika, aty e gjoni ilaqin, aty e gjoni një hjek dhimbje, një hjek nervozen, të gjitha. Shumë faleminderit për stafin i cili qaq shumë kujdesen për pacient, për atë pastërti aty. Ai spital është, por nuk i vjen njëra spital. Ai është si hotel, ai është shumë diçka i mrekullueshëm. Sidomos doktor Evreni, Zoti e rujt familjen e Konko. Unë ja kisha dyfishu jetën me vite, vetëm ky më konë gjallë e mi pështu që ta njerëz, sa shumë po bën mrekullina. Po bën sevap me njerëz, po bën operacione të pamundshme, që njerëzit e lypin ato i kanë provu çdo shtete, edhe në Amerikë, edhe në Belgjikë, në Holandë, në Gjermani, po s'kan arrit, nuk kanë arrit kur gjë me bo. Kur janë ardhur këtu, doktor Erveni krejt i ka kry. Edhe i ka qenë kom, edhe fëmia të buzëqeshun, ja u ka kthy jetën, ja u ka kthy disponimin, ja u ka kthy non se babs prindve, ja u ka kthy atë disponim me jetu për ata fëmijë që po bën ky. E faleminderit shumë faleminderit. Faleminderit. E lumtur që vetëm 12 ditë mbas operacionit, sot zonja Shkurte ecën e pavarur. E pavarur prej asaj shëtitores që mbi 10 vite e kishte mbajtur me vete. Padyshim që punës son nuk i ka munguar dhe vullneti i saj i pakrahasueshëm. Shumë e sigurt, shumë e sakt, edhe unë i falenderoj doktor Evrenit që është doktor numër 1 në botë. Atëherë, edhe drejtoreshës Donjeta, edhe stafit të mrekullueshëm që na kanë shërby, na kanë kqyr, na kanë... E une për punët këtyne, punën që e kanë bë, une jam sot këtu. Faleminderit shumë e lumtur jam. Edhe faleminderit shumë.